طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit e nderuar, jemi tek fetavat e Imam Albanit rahmetullah alayhi. Në dersin e kaluar kemi folur për bazat e menhegjit selefi. Po ashtu kemi folur edhe për feja mësot nga Kurani dhe Suneti, selefët brezi më i mirë. Sonte e kemi prisit si kapitull dhe udhëhecit dhe rruga e duhur për ngritjen e shtetit islam. Domthon cila është ajo metoda që e ka pas Sheikh Albani rahimahullahu taala që na ka tregu sipas metodologjisë selefie. Vazhdon shehu dhe thot, nuk lejohet, thot, bindja ndaj dikujt, kur i bëhet mëkat Allahut subhanahu wa taala, qoftë kjo ndaj prisave, qoftë kjo ndaj dietarëve. Ne kemi obligim ju bind prisave. Allahu ka thënë në Kur'an, wa ulil amri minkum, apo bindini Allahut, bindini të dërguarit dhe prisave tuaj. E mirë, Sheikh Albani çfarë po thot? Po thot nuk lejohet m'ju bind në gjërat që ata turnojnë për mëkat ndaj Allahut subhanahu wa taala. Me çfarë argumenti? Se dikush mund me thonë kjo është vetë fjala e Sheikh Albanit. Po, kemi hadith, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, nuk lejohet m'ju bind krijesës në kundërshtim të krijuesit. Nëse prisi turnon mos me fal namaz, nuk e ngon. Nëse prisi turnon me bë gjuna, nuk e ngon. Mirë, po e dëgjon ato gjëra që janë të lejuara. Dhe kur të bën pa drejtësi, hadithi thotë e kërkoni në ditën e gjykimit hakun e juaj. Po jo të bëni trazira. Qëre subhanallah. Se zakonisht prisi të bën dom apo të bën zullum çështjet e dunjos. Sepse prislëku dhe cia zakonisht ka me dunjon më shumë. Edhe shumica e grupeve kur ti prek në dunjo e lidhin pastaj me fe. Në çështja më shumë kapët tek udhëhecia e dunjos, apo fatkeqësisht. E dyta, bindja ndaj të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është bindje ndaj Allahut azza wa jall. Po ju binde Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dije që ju ke bind Allahut azza wa jall. Men yuti'ir rasul faqad ata Allah. Kush i bindet të dërguarit, i është bindur Allahut azza wa jall. Pse? Sepse ai nuk fol nga vetvetja. O ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dhe ai nuk fol nga vetvetja, por se çdo gjë që ka i shpallet. Bindja ndaj udhëhecësve dhe atyre që kanë në dorë çështjet e popullit është detyrë, është obligim. Sepse bindja ndaj tyre është bindja ndaj Allahut azza wa jall. Pse se Allahu po thot? Apo Allahu po thot një bind. Pastaj thot, dhe bindja ndaj të dërguarit të tij. Po ashtu bindja ndaj prindërve është bindja ndaj udhëhecësve. Si bindja ndaj udhëhecësve është fjala në gjëra që lejohet dhe jo në mëkat. A ki detyrë mi respektu prindërit? E ki urdhër, e ki obligim. Mirë po nëse prindi turdhën të keqe me bë mëkat Allahun, ti nuk i bindesh, mirë po a ja kthem fjalën? A kuptova, çështu është çështja e prisave. Domethënë, prisi nuk e dëgjon që turdhën për mëkat, por se nuk ngritesh me bo revolucion, krej ngritje, këtë une, me bo sharr. Një dhe gjë është edhe me prindin. Paramendo, bile prindin du të më ju bind në gjërat lejura edhe nësë është qafir. Edhe nësë është qafir, prindin du të më ju bind në gjërat të lejuara është fjala. Për shumë në organizimin e shtëpisë, rrethit shtëpiak, për shumë, që ka të keqe më ju bind. Mirë, për shumë tek vendet ku nuk gjykohet me sheriat, apo në vendet ku prisit, disa prej frisa mund t'jenë jo musliman. Edhe i bindesh në gjëra që kanë të bëjnë me çështjet e dunjos, që nuk bien desh me fen Allahut. Çka ka këtu problem? Ka ndonjë problem? A je të bënaj kufër ti? Ti zatën çështjet fetare si bindesh prisave që nuk gjykojnë me sheriat, apo? Në gjërat që ata, sa ata as nuk janë dietar, as nuk janë as nuk janë fetar, janë gjëra që i udhëheq me dhe më thonë
popullin në gjërat e kësaj bote. Bindja ndaj tyre lidhet me bindjen e Allahut Azza wa Jall dhe bindjen e të dërguarit sallallahu alajhi wasallam. E nëse e kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, nuk ka bindje ndaj tyre. E kuptum? Tjetër, nëse udhëheci beson se gjykimi me atë që ka shpallur Allah nuk është obligim dhe se ai ka liri të zgjedhjes. Liri, është i lirë, thjesht nuk beson që duhet me gjyku me ligjin e Allahut. Duke qenë i bindur se ai është gjykimi, i Allahut, ky thot ka bë kufër të madh edhe del prej fesë Allahut subhanahu wa taala. Nëse një pris është i muslimanëve dhe publikisht del edhe thot që të ligjë që e kemi na është mbi ligje tjera, po qoftë edhe mbi ligjin e Allahut është, apo nuk kemi nevojë me gjyku me ligjin e Allahut, ky person ka bë kufër të madh dhe ka dalë pi fesë Allahut azza wa jall. E kundërta, nëse beson, besimi është me zemër, apo bindje. Nëse beson thot se është obligim gjykimi me atë që ka shpallur Allah, do të thonë beson që duhet me shariat me gjyku. Thot në këtë çështje dhe i shmanget asaj, duke i ditur se për këtë gjë meriton dënimin e Allahut, e din thot që duhet me gjyku. Hajre bëllë Zoti, s'po muj me gjyku, Allah më falt, e di që po bëj gjuna. Atëherë thot, ky person është gjunaqar. Sepse hukëm nuk e përfshin, subhanallah, disa prej vllaznive fatkeqësisht hukmin e kanë kop veç me çështjet e legjislacionit të shtetit. Hukmi është i përgjithshëm. Hukëm është namazi, hukëm është agjërimi, hukëm është mjekra, hukëm është dhënia e dorës, hukëm është pirja e alkoolit, mos pirja e alkoolit, përdorimi i drogës. Këtë është hukëm kjo. Nuk ka të bëj hukmi vetëm me veprat penale. Këta disa prej vllaznive, çka i bëjnë tekfir vetëm në çështjet e hukmit të veprave penale, që i kemi në shariat. Po shariati nuk ka veç me vepra penale. Shariati jo kret. Shariati në shtyllat e Islamit. Ajo në shariat shtyllat e Islamit. Ligjet gjitha, këtë që në brenda namazit, brenda agjërimit, këtë që në hukëm këto. Nëse ti nuk agjëron, e mohon dhe nuk agjëron, çka bësh? Kafir. Por nëse nuk agjëron, nuk e mohon, çka bësh? Gjunaqar. E njëjta gjë është edhe me veprat penale. Nëse nuk i vepron veprat penale sipas shariatit, por nuk e mohon, atëherë ky person është gjunaqar. Po jo ky person e ka bërë si ligj, apo kupton? Po mirë, edhe ky po i vepron. Tash një person që bën zina, a i thu që ky person e ka bërë zinon duke e bërë halal? A i thu? Jo. Po i pe bën? Qysh jo? A i pe bën? E mirë, qysh e kuptojmë na që e ka bërë halal? Momenti që e bën edhe thot nuk është halal. Me pyet. Apo? Do të thonë me pyet. E mirë, çaj prisi që nuk gjykon me shariat, pse ti direkt pe bën kafir? Pse s'me pyet? Njëjtë është. Ky po e bën veprën, ai po e shkruan. Ai ligj, ai po e bën veprën me gjymtyr, prap edhe ky po e shkruan me gjymtyr. Thotë Sheikh Albani, a veç me një shkrim thotë edhe ky e bën halal ato? Jo, s'është. Halali është istihlal, me zemër. Kur ti e bën mëkatin duke e bë halal atë mëkat me zemër, ti e qafir atëre, del pi fesë. Mirë po nëse e bën me vepër, që është mëkat, nuk po themi kufër, apo? Nuk po themi na, për shembull, një person bën shirk Allahun azza wa jall, edhe i themi ja ki bo halal ti me zemër. Jo, nuk po themi na këto, që na akuzojnë padrejtisht neve. Jo, na nuk themi. Personi që bën shirk, me vedi është fjala, pa rëndësi ka ai, e boni halal, nuk e boni halal. Nëse e din që është shirk dhe e bën, ai është kafir. Jo, valla, unë e di që është, nuk e bëj halal, pe di. Po e kam bindje unë. Çka i themi këtij personi? A pe kuptoni logjikën? Se duhet me trajtu pak në detaje me kuptu njerëzit. Dhe më thonë, na nuk po themi që një person që bën shirk Allahun azza wa jall, një person që i bjen sejdë idhullit, na nuk po kërkojmë prej tij me thonë, ej,
A e bune halal ti këto? Po na po kërkojmë prej ti veç mi thonë, a e din që është halal kjo? A e din që është haram kjo? Si pas fes, nuk lejohet, po, si pas islamit nuk lejohet, po feja ime është kështu thot. Në kë, hin të kapitulli tjetër pastaj. Nuk hin të kapitulli halalit dhe haramit. Sigur një person, për shembull, e bën me një rol të caktuar, edhe shon Allahun azza wa jall. Me shajt Allahun azza wa jall. Këti personit a i kërkohet me bu halal? Ky pedin që pe shon Allahun azza wa jall. Pedin që shari Allahut e nxjerr pi fesë. Këti personit nuk i kërkohet mi thora a bune halal ose bune halal. Edhe pse Sheikh Uthemini edhe këtu ndërhyn thot po ky arsyetohet në kontekstin që unë po du me bërë një film apo po du me aktru veprën e qafirit më kallëzu muslimanëve që me pas kujdes. Edhe këtu nuk e bën tekfir Sheikh Uthemini. Para menone. Sheikh Uthemini, s'po themi Sheikh Albani, se Sheikh Albani dalin për njerëz sulmojnë. Më thonë një çështje shumë precize që zbon njerëzit mi ngatru. Apo. Pastaj thot, e nëse thot nuk e di gjykimin e Allahut rreth kësaj çështje dhe përpiqet maksimalisht për njohjen e këtij gjykimi, por gabon, ky konsiderohet gabimtar dhe shpërblehet. Nëse prisi është besimtar dhe me një mesele të caktuar një hukëm bien ndesh me sheriatin, por nuk e din që ka rënë ndesh. Atëherë ky person çka? Nëse është dietar, shpërblehet. A ka thonë pejgamberi alayhis salam, gjykatësi apo alimi apo dietari kur bën ijtihad, nëse nuk ja qëllon, e merr një shpërblim. Nëse ja qëllon, e ka dy shpërblime. Ky person i merr një shpërblim. Edhe pse e ka kundërshtu një dispozit Allah duke menu që është ashtu, e kundërta asaj, po. Dhe thot shpërblet për pjekën e tij, ndërsa gabimi i tij është i farë. Grushti i shtetit ushtarak ndaj udhëheqësve nuk ka bazë në Islam, thot Sheikh Albani rahimahullahu taala. Grushtet që janë, revolucionet, kryengritjet. A ka pas në historinë islame revolucione që i bëjnë të në këto protestat se ne dalim piskasin për titër? Sa va? Të kujnë e këto? Kufarve, Allah. Revolucioni francez. Ti apo thush me ligj tjetër pos Allahut nuk lejohet me gjyku. E ti e tu gjyku në këtë rast me metodën e kufarve. Atër ti e kafir. Sipas bot kuptimit tënd. Nëse ti thu e merr një ligj tjetër pos ligjit Allahut dhe ti e bën metoda do, ti e kafir, apo? E ti që e mori ligjin e revolucionit francez që po donë mirëxu pushtetarët me atë metodë të qafirave, çka më të thonë tash ti? Me metodën tonë i bjerë, me akidën tonë, i bjerë që ti mu bo qafir në këtë rast. Apo? Nëse Sheikh Albani thot, shtetet ushtarake nuk kanë bazë në Islam. Islami ka gjihad vëzni, nuk ka hajgare. Islami ka gjihad, nuk ka hajgare, nuk ka medal aty me piskat burra gra në për protesta, e mi marë gurt, e mu gjujt, e me ta qënderu motrën nonën gruën tonë dhe aty, me dalë para kufarve, edhe mos me mujtë kur gjoti me bu aty, Islami nuk ka kështu. Gruja rinë shpe, e runë derin e vetë. Jo vëlla mujahide kjo, dud, mashallah, qëre, për para jahudive, për para këtu, për para kështu. Po ta qënderon o vëlla jam. Rrujë vetën rinë shpe. Nëse ta qënderon shpe, atër e shahidi e inshallah ta'ala. Mos dil për jashta. Mos dil për jashta me të qënderu. Pastaj thot, kjo është në kundërshtim me metodën islame në lidhje me kryerjen e davetit dhe për krijimin e një atmosfere dhe ambienti të drejtë për të, më saktë ajo është një shpikje e futur nga kufarët, të cilët kanë ndikuar tek disa muslimanë. Muslimanët fatkeqësisht i marrin metodat e kufarëve dhe i bëjnë din në fen tonë. Ne kemi metodat sheriatike. Pikë tjetër, rruga e duhur. Pa drejtësi po të bëjnë udhëhecat. Jënë të këqi, jënë zullumqar, po të vjedhin, po të bëjnë presion për çështjet fetare. Apo një xhami me dash me bo qotë këtë i madhe i vogël me pushtetare, që po pushtetare, politikan, këtë folin kishin me bo kërkush të të kurgjoh, për njerë. Për njerë bëjnë. Për xhami, 50-10 vjetë du të me prit për më më leje. E kisha mu bo, nuk ka problem këtu, heq. Prishet shkolla, s'ka problem, heq. Kërkush të fol, kërgjoh. Që gjitha të dyqona aty në shkatru, e shkolla o shkatru,
Ju patriotat, shkollat rënoni, bëni midis Prishtinës, bëne katedralen aty për 1.75% katolik, që 3 herë 3 fish keni ma shumë kisha se sa xhamia, edhe një xhami, tash po të më bëni xhamia hibrid, çoni bëni poter aty, edhe thoni pse po bëhet. O ju njerëz të krisën. Çaj shtet po jep edhe për xhamin, ka nis me dhon, po edhe për kishën katolike në Ferizaj pi e parat. E pse për kishën katolike s'po flisni tash? Veç për xhamin po flisni, apo? Dhe më thonë nëse ka dhonë për xhamin, shtetin e paskan kop islamistat. E nëse jep për kishën katolike në Ferizaj, tu se paskan kop katolikt. Kjo është drejtësi kështu që i bëjnë muslimanve. Ama e mire ka mu shoh. Isami po hecë. Alhamdulillah, disa të zhurshëm që shtu dalin folin, po me lena Allahut, fija është të hecë për para. Për që ata janë në alarm. Pastaj thot, të cilët janë nga mesi ynë, rruga e duhur, thot, për t'i rënë fund, pa drejtësive të dhecave, të këqi, të cilët janë nga mesi ynë, dhe flasin gjuhën tonë, thot, është që muslimanët t'i kthehen me pendim Zotit të tyre, ta korrigjojnë, ta mësojnë akiden, t'i edukojnë vetet e tyre, familjet e tyre, si pas islamit e saktë që kjo është ndryshimi që ti Allahu ta çon ndryshimin në popull. Ibn Qayyimi, çfarë kam thënë, e dini rregullin, thot kur e shoh popullin, kur e shoh prisat që janë zullumçar, thom që vepër e popullit janë prisat. Allahu i çon prisat këqi se populli është i keq. Jo çdo herë. Se ka raste në herë sprovon Allahu azza wa jall, edhe populli i mirë mund me ta çon në pris të keq. Po themi si në mënyrë të përgjithshme shumicën e rasteve ndodh kështu. Se Allahu azza wa jall nuk çon një njeri të keq në mesin e njerëzve të mirë. Nuk çon njeriu. Pastaj thot udhëheqja drejt do të rikthehet te ky ummet dhe do të jetë sipas rrugës profetike, ndërsa pas udhëheqjes së drejt do të ketë mbretëri. Dikush thot mbretëri nuk ka në Islam. Po e ka përmend Muhamedi s.a.s. që ka më pas mbretëri. Mbreti par kush ka qenë mbretërit? Kush kanë qenë? Muavija. E qysh? A me kundërshtu tash në Muavjen që ka qenë mbret? Pas Muavjes, djali vetë ka trashëguar. Pastaj thot, kush zohet për kalifën që të jetë arab dhe Kurejsh i fisit pejgamberit s.a.s. Më thënë gjithë të tjire që thënë, jo ka më bo edhe një herë ky perandoria Osmane, le ta hekin pi kokës që nuk ka më perandoria Osmane. Nuk ka më perandoria Osmane, por se hadithi thot, khalife si pas menhegjit pejgamberik, por se ka me qenë prej Kurejshve. Prej Kurejshve. Dhe udhëhecin e marrin Kurejshët të khalifës së muslimanëve. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, çfarë hadithi? Do të vazhdoj profecia në mesin e jush. Profecia e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Atë sa don Allah, pastaj Allah do ta ngrej atë kur të doj, e ngrit. Më pas do të ketë udhëheqje khalifat sipas rrugës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Do të vazhdoj një kohë atë sa don Allah, pastaj ka më ngrit. A kaloj kjo? Kaloj. Khalife, 4 halifet apo. Pastaj thot Allahu do ta ngrej atë kur të doj. Më pas do të ketë mbretëri të ashpër. Atë sa don Allahu, pastaj ka më ngrit apo. Pastaj thot do të ketë pushtet të ardhur me detyrim edhe me forcë. Me dhunë kanë me marrë pushtetin. A janë të e marrë me dhunë? Ka raste të caktuara që e marrin me dhunë për vende të ndryshme të muslimanëve. Me dhunë, me luftë, me sene, me trazira, me sene, e merr pushtetin. Po tregon Muhamedi s.a.s. Atë sa don Allahu dhe pastaj e ngrit ato. Dhe thot, pastaj Allahu do ta ngrej atë kur të doj, pastaj do të ketë udhëheqje kalifat sipas rrugës profetike. A jemi afër kësaj? Po. Se kret kategoritë ecën. Kategoria parë, profetësi. Pastaj kalifat, mbretëria ashpër, pastaj mbetëri me dhunë që e kanë marrë, dhe në fund do të ketë kalifat sipas menhegjit pejgamberik. Është koha
e fundit, e para fundit që tani do të vije pas sa vjetë, na nuk e dim aty, mirë po, do të vije halifati sipas menhegjit pejgamberik dhe a është duke u filtru feja në kohët e sotshme? Vallahi po. Detajet janë të kthyer pasus të sunetit. A vrini? Do thon po pastrohet feja gradualisht për një bereqet të madh, një ardhje të halifatit të muslimanëve. E që kjo ardhje e halifatit të muslimanëve kam i paraprit çka? Davetit muslimanëve. Thirrjes në Kur'an dhe në Sunnet. Pastrimit, korrigjimit, edukimit muslimanëve që kur të vjen hazër me qenë halifja i muslimanëve. Pastaj thot, Shef Salih al-Fawzan thot, ashtu siç ka thënë sallallahu alajhi wasallam, ka për të vazhduar që kjo çështje të mbetet te Kurejshet, edhe sikur të mbetën dy njerëz. Po ashtu prej hadithi Abdullah ibn Omerit thot, ky është teksti i tij, nëse dy ose më shumë kandidat konkurrojnë me njëri tjetrin dhe i kanë specifikat e paraafërta rreth pozicionit kryetarit të shtetit, atëherë Kurejshitit i jepet përparësi. Kurejshitit duhet me udhëheq ummetin. Kështu ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Rruga e duhur për ngritjen e shtetit islam. Shumica vllazni e lëvizjeve dhe grupeve, cili është qëllimi? Qëllimi është që me marr pushtetin dhe me pru sheriatin, apo? Që është ëndër e çdo muslimani, apo? Sepse është mjet që ti më kon rahat me ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Më thonë, është mjet që ti se qanë kokën se shteti mirët në kontekstin, po thëmë se qanë kokën në thojza, se muslimani duhet jetë i drejt, me qajtë kokën, po në aspektin e përgjithshëm, që shteti mirët me veprat penale. Eshe dikush flet kundër fesë, veç e qënë telefonin, thot njëta filonin, shteti mirët me ta dhe kërpuna. Çështje lehtë, shumë ma lehtë është, apo? Kur ka shtet, kur ka hierarki që gjykon me sheriat, dhe secili musliman e ëndron këtë gjë. Mirë, po. A është qëllim sheriati? Po flasim shteti, nuk ka qëllim vëlla, është mjet. Sepse ti pa ligje të shtetit sheriatik, pa halifet muslimanëve, a shkon në xhennet vëlla? Po. U kry puna. Thjesht ti edukoj popullin, ti bëja të dashur ligjet e Allahut azza wa jall, edhe sheriati vetë ju vjen. Është rrjedhoje popullit. Ndërsa nëse ti merr metodën illa da, që është në turqisht, unë vetëm pushtet po du dhe me e pru sheriatin, atëherë ti po dën sheriatin me e pru me dhunë mbi popullin që s'është hazër. E Allah në Kur'an thot, la ikrahe fi din, nuk ka në fidhun. S'pëdia është e qartë. Ti, nëse do në me marë pushtetin, dhe populli, po e zonë, populli 5% falin namaz, edhe ty e morë me dhunë pushtetin, a mundesh me gjuku më shëriat? Për 95% s'falin, Allah. Qa kemi bote 95%? Du të mi burgos. Kush s'falin namaz, si pes me dhe jebe burgosët. E që me pumë ata? A përshini që është urtësia Allah të zhe që nuk i bjen shëriatin para? Pregaditjes. Që është i kundër shëriatit koke, përshe? Kush o kundër shëriat? Kush o kundër shëriat del për fesë? Që të dersit për shkajen? Që të dersit para pregaditje për shëriat? Për kuptani? Para pregaditje, shëriati nuk është në dorë tome, është në dorë Allah të zhe. Kur do në merë? Edhe këtynve ju themi, edhe anti-islamistët, edhe pushtetit, edhe këtë mos të tutni se karikën se omarim, kur do në popullim, edhe e do në fin, edhe ju ndryshani si pas popullit bodë, edhe bashkarish këtë, i këthemi dinit Allah të zëgjel. Ama, kryen ngritje për njëve, mos pritni, trazira mos pritni, protesta mos pritni, mi o marë karikën me zorë mos pritni, hiq mos të tutni për këto sene. Ne vesh në lejoni davet me bo. Mi thirë njerëzit, Davetin e lejon, s'kan qara pa leju se vetë ligjet demokratike lejon Davetin. S'mujnë me ta ndalu ty Davetin me folë për feja. Ka që u kry punë, që kjo është? Që kjo kërkohet për i teje? Që thot Shekh Albani? Nuk mund dhe thot asë se që të ngritet shteti musliman, islam, vetëm se në një shoqëri islame. S'ka ndryshe vëlla. Vë du shti shteti islam me ngrit mbi njerëzit që janë 100% kufara? Nuk ngritët, thot Shekh Albani. Shteti islam, shteti muslimanve, për vetë se me një shoqëri që është
muslimane, edhe që është praktikuese e fesë Allah të zëgjel. Thot, e nuk mund të ngritet, ndërtohet një shoqëri islame, përveç se nëpërmjet dijes së sakt dhe edukimit të ngritur mbi këtë dije të sakt. Dhe më thonë, sa kushte kokan, sa rrugë kokan deri, sa kategoria, apo sa faza që kanë deri të shariati islam? Dituria, shoqëria, shariati. Shariati, shoqëria, dituria. Që ky shariat nuk ngritet mbi shoqërinë islame. Po shoqëria islame çush vjen? Kur të bën ti davet, diturinë. Au, shejka, ma gatë për që në sapin ti. Dhe shka ma shpet, ma shpet të marim pushtetin. Na i puq në esen që kuj ka fajt. Ta eliminojmë tim pushtet, i bëjmë a matë këshi borë, mëste që ta. Se populli është kunder, api. Populli është kunder, plus të jemi një rrath, i ki do ligjet, du të me hi në Evropë, jo NATO, jo aneje, jo këni. Nuk mundesh, o vlo. A më këftan, jetë në dësene. Ti qka mundesh sot? Ti mundesh sot veç me bo davet. Davet, mi duku njerëzit, që kështë puna jote? Mos qërë punë shtetit. Punë shtetit, punë politikës, punë sen, mos o merë fare me atë punë. Mos o merë kontekstin që mos me bo metodë davetit, se ti qka pëndodh me këqyrë, normalisht që ne i këqyrim. Këtë senet i dim, ma mirë se ata bëva ki i dim, që në branda politikës, në disa aspekte. Thot, ilaçi këti ummeti për kthimin e krenariz dhe formimin e shtetit të ti për kufizohet me dy fjalë, e tasfiyatu wa tarbia, pastrim dhe edukim. Pavarësisht atyre xhamateve që janë futur formimit shtetit islam me ndonjëherë nga metodat e njohura të tyre, nëpërmjet paqes, që sipas tyre është parlamenti, nëpërmjet luftës ose përmbysjeve të pushteteve, për fat keq kjo nuk është rruga mirëfillt në formimin e shtetit islam në tokat islame. Sa vjet janë mundu musliman nëpërmjet partive të ashtu quajtura islame, nëpërmjet hyrjes në parlamente, a kanë bërë një shtet që 100 vjet mas rënies perandorisë osmane në një shtet që gjykon me shariat, halifet muslimane, a kanë bërë? Kursën bëjnë. S'është metodë. A më kupton? Edhe këta vllazni tonë që i në parlamente në pësend. Këta sado që mundohen me bo diçka brenda një sistemi janë. Brenda rrethit vicioz janë. A kuptove? Do më thonë brenda qësoj, brenda qëtyre mureve, s'muj me do njështë këtyre. Brenda qëtyre mureve është shteti sekular, s'muj me do. A po kuptan? Shariati të thot, nëse personi vjedh, gjykotat islami ja prej dorën. Ti a mundesh me e bo këto? S'unë bën, se ti në Evropi. S'unë e bën. Momenti kur ta bën, me njëherë ti largosh prej organizatave evropiane. S'unë e bën këta. Po qka? Disa gjëra mujnë me ndryshu, në po themi që s'mujnë me ndryshu, disa liri, disa ku e dione, ama për vete është pak rrezik se mujnë me djeg vetet, më fut në për parlamente, në për gjëra të ndryshme, mujnë me djeg vetin. Jo apin drit dikuj tjetërit, po e djegin vetin. Po jo që na të lejem xhamie, të lejem davet sen, po mirë, edhe ateisti, edhe jo besimtari, jo muslimani, kur e sheh populli që e kërkon, ai ngritet mbi këtë popull dhe t'jep. Psa qeveria jonë po gjykon me shariata? Qërë, po ta bën xhamin. A o besimtar kryesori i shtetit të ty? A 50 vjeçte? Po që po ta bën xhamin. Nuk do më thonë që veç besimtari e bën xhamin. E bën edhe jo besimtari në kontekstin, sepse është në shërbim popullit vetë. Populli po e lyp. Kur ta lyp populli, nuk ka ku e qana. Bile nesër populli atë shumë në lyp, a gjenë edhe selam tjep. Thot e ku falë sabaj, në filën xhamin, thot. Pse se populli, qëto është fokusoni tek davetin popull. Po u fokusut davetin popull, edhe e vedisut popullin. Krypuna. Shë Albani që po thot? Shariati ngritet mbi shoqërinë islame. Shoqëria. Po shoqëria islame, shka dëllet bëjnë ta. S'mundën me popullin, o vloja, nuk mundet. Se të rëdzën populli. Qysht ka shtin në shtet, të rëdzën prap qaj popull. Me që të vota. Pra të shi, boni davet, me urtësi. Na kemi qef edhe ata më pushtet që edhe të partive të ndryshme. Ketë mi po me një saf me lidhe, bashkë që të më konë.
me kryetare, me parlamente, me sene, këtë mi po që ti ofër, në gjami mi pos, kemi qefna. Edhe nuk e kemi qëllimin që shtam, mi ja u marë karikat, se karika është e omël, nuk ja u marrin pushtetin, kaq, veç, bëjmë davet, neve në alene, veç davet me po, kaq. Pastaj thot, rruga e vërtetë është ajo në të cilën ishte përqendruar Muhamedi sa kur ishte në Mekë 13 vite. Pastaj rruga e davetit e edukimit vazhdoi në Medinë 10 vjet. Bukur. A i than Muhamedit alayhi salatu wassalam po t'japim pushtet, apo po t'japim gra, po t'japim pasuni, krejt. Një ditë beso si na, një ditë po besoj, një ditë ti beso si na po besojmë si ti një ditë. Asnjë se pranoi Muhamedi alayhi salatu wassalam. Nuk pranoi me hin lojrat e mushrikëve. Nuk pranoj. Po boni veç davet. Edhe çfarë? E pa rrezikun e davetit, u detyru me lon Mekë. Shkoj në Medinë, e parapi davetin, e boni shtetin Islam Medinë. Apo? Kur populli e dashti. Kështu që mos e lodhni kryt shteti Islam, shteti shariatik, shteti ligjet. Mos e lodhni kokën, ligjet bëni ti shariatike në shtëpinë tonde. Kërkush përzihet. Për ligjet e shtetit ka kush mirët. Allahu azza wa jalla është ai i cili ndryshon. Kur profeti alayhi salatu wasallam arriti lirjen e besimit pasuzve të tij gjatë këtyre viteve dhe edukimin e tyre deri në pikë kulmi së cilis ishte mospasja e frikë nga askush tjetër përpos Allah dhe për fund ne besojmë se rruga që ndoqi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ngritjen e shtetit islam nuk mund të zëvendësohet me asnjë rrugë edhe me asnjë metodë tjetër, prandaj nuk i lejohet personave, xhamateve të ndryshme, lëvizjeve që të marrin rrugë tjetër nga ajo e Resulit alaihi salatu wasallam për të realizuar këtë çështje obligative, ajo është ngritja e shtetit islam. Më thonë, mjafton ta marrësh metodën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe në takimin e radhës me sektet apo grupacionet. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.